Universiteti i Vlorës Ismail Qemali mirëpriti vizitën zyrtare të bordit të akreditimit në kuadër të forcimit të bashkëpunimit institucional dhe promovimit të standardeve të cilësisë në arsimin e lartë. Kjo vizitë u zhvillua në një moment të rëndësishëm për universitetin, i cili synon të konsolidojë rolin e tij si një nga institucionet kryesore akademike në vend, përmes investimeve në cilësinë e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe modernizimit të infrastrukturës universitare. Aktiviteti nisi me një prezantim institucional nga rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesori Dr. Aurelia Saliaj, e cila paraqiti përpara anëtarëve të bordit zhvillimet më të fundit të universitetit, arritjet akademike dhe projektet me funksion të rritjes së cilësisë dhe ndërkombëtarizimit të institucionit. Në këtë takim ishin të pranishëm edhe dekanët e fakulteteve, ndërsa në fjalën e saj profesori Dr. Aurelia Saliaj theksoi angazhimin e universitetit për të ndërtuar një mjedis akademik bashkëkohor që i përgjigjet nevojave të studentëve dhe tregut të punës. Ajo nënvizoi rëndësinë e proceseve të akreditimit si një instrument i domosdoshëm për garantimin e standardeve dhe përmirësimin e vazhdueshëm institucional. Gjithashtu u prezantuan investimet realizuar në infrastrukturë, laborator, teknologji dhe në zgjerimin e bashkëpunimeve me universitetet dhe institucionet ndërkombëtare. Gjatë vizitës, anëtarët e bordit të akreditimit zhvilluan takimet veçanta me drejtues të universitetit, pedagog dhe student. Në fokus të diskutimeve ishin procesi mësimor, programet e studimit, kërkimi shkencor, praktikat profesionale, si dhe jeta studentore në këtë universitet. Një tjetër element i rëndësishëm i vizitës ishte inspektimi i ambienteve universitare. Delegacioni vizitoi bibliotekën shkencore, laborator mësimor dhe kërkimor, sallat e seminareve dhe auditorët, ku u njoh nga afër me kushtet e infrastrukturës dhe investimet e kryera për përmirësimin e cilësisë së studentëve. Përfaqësuesit e bordit vlerësuan angazhimin e universitetit për modernizimin e hapësirave akademike dhe krijimin e kushteve sa më bashkëkohore për studentët dhe stafin akademik. Vizita e bordit të akreditimit konsiderohet një hap i rëndësishëm në procesin e vlerësimit institucional dhe në rrugën drejt rritjes së mëtejshme të standardeve akademike. Universiteti Ismail Qemali në Vlorë mbetet i përkushtuar ndaj cilësisë, zhvillimit institucional dhe përmirësimit të vazhdueshëm të arsimit të lartë, me synimin për të ofruar një edukim konkurrues dhe në përputhje me standardet europiane.